mënyra se si investojnë kosovarët, e tani do të diskutojmë për disa ndryshimet të tjera. Në këtë rast do të ndalim të ndryshimet në ndarjet gjinore, sa ka ndryshuar faktikisht burrat dhe sa ka ndryshuar gratë, cila faktikisht për kategorive të shoqërisë është për momentin jep më shumë për shoqërinë, është më aktive dhe kush po e kufizon. Do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit me të ftuarit e mi, edhe për këtë pjesë në studio kam Eranda në avokatë. Përshëndetje Eranda. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu kemi dhe Arnorin, Arbron Plana. Përshëndetje Arnor. Përshëndetje Kushtrem, faleminderit për ftesën. Eranda, po nisi me ty sipas teje. Momentalisht janë më vendimarrëse ose janë më faktorizuese gratë apo burrat në shoqëri? Është e vërtetë që kohëve të fundit gratë janë filluar me u zhvillu në shumë aspekte, sidomos në aspektin social, ku më përpara ne dim shumë mirë që gratë kanë qenë më cenzurizuara dhe fjala e tyre nuk ka pasur peshën cilën muj me thonë që sot e kemi shumë më të madhe, edhe gratë kanë tregu një forcë më të madhe duke investu në vetën e tyre si në shkollim, aftësim dhe vedisim. Shpesh herë kemi si tem diskutimi në për tavolinat e kafës që gratë sot edhe sa kanë përparësi, kanë edhe hjeka më të mdhaja, për shkak që kanë shumë barriera. Tu nis prej punëve të shtëpisë, prej rritjes fëmijëve, zhvillimit karrierës, edhe krejt këto kanë diku që femrat patjetër të ndërmarrin hapa më të mëdha për zhvillimin e tyre edhe jetës tyre, sepse është shumë e vështirë kur krejt këto bara dhe krejt këto pesha i kimbi supe edhe përkrahja shpesh herë mungon, sidomos nga gjinia mashkullore, ku e dim që shumë femra edhe kanë ardhur edhe të divorcet të ndryshme, edhe kanë ardhur të një pikë ku nuk kanë mujtë me vazhdu me partnerët ose me familjarët e tyre, por që bara e peshës mbi çdo femën e cila punon është shumë e madhe, kjo është e padiskutueshme. Arnor, pajtohesh që burrat në këtë rast e kanë më lehtë gjithçka, siç po thotë edhe Eranda që nuk i përkrajnë gratë, pak a shumë jo krejt, jo pa përfshi krejt. Gjithmonë ka përjashtime. Gjithmonë ka përjashtime, gjithmonë diskutohen në bazë të shumicës. Po një pjesë e madhe e burrave mundu me cek që halen nuk kanë mujtë me perceptu që femrat sot punojnë, femrat janë zojat, femrat sot dominojnë edhe fjala e tyre ka vlerë baraz me ta. Nuk po foli për krejt meshkuj, po shumë meshkuj kanë fillu me pa gratë e tyre edhe si konkurrencë brenda për brenda shtëpisë. E kjo po sjell pasoja të mëdha, qoftë edhe në për profesione ndryshme, po qoftë edhe te divorcet edhe konfliktet të mëdha, cilat ne sot vetë kemi shoqëri. Konsideron që në një çift burri dhe grua e shohin njëri tjetrin, këtë rast burri është konkurrent e gruan? Shumë herë. Në çfarë aspekte? E shohin si konkurrent në atë aspektin që ju mësu për shembull meshkujt me thonë ai punon, ai din, ai mundet, edhe shpesh herë ne e kemi vlerësu mendimet e meshkujve, se ne e dim shumë mirë që meshkujt qëndrojnë më mirë fizikisht, por tashti ka ardhur koha që femrat po qëndrojnë shumë mirë edhe psikikisht. Arnor? Normalisht do mendime që i ceki avokatja u pajtova, sidomos te pjesa që ka ma shumë përgjegjësi në rritjen e fëmijëve, se e dim që shumica e kompanive në Kosovë nuk e kanë pjesën e pushimit të lehonisë. Domethënë automatikisht dëmtojnë pjesën e karrierës gratë, dhe kjo është ndoshta edhe një sakrificë që ato do të me po momentin që dëshirojnë me zhvillu familjen, momentin që dëshirojnë me kriju familje, pra me bo fëmijë, e din që ndoshta në aspektin e karrierës kanë me jek dorë. Minus 3 vjet, pak ashtu. Minus 3 vjet edhe ndoshta hub krejt vendin e punës. Për këto pajtona plusish, mirë, po te pjesa e konkurrencës nuk e shoh në një martum, nuk jam, po nëse është me konkurrencë po martona. Konkurrencë punë, konkurrencë atë të paktën ndoshta me pasë. Unë jam të ajo pjesa që më jep përkraje grave, sidomos në aspektin e shkollimit, pra të arsimimit, pastaj edhe pronësisë, trashëgimisë që kemi, sonë shpesher jam edhe me një organizatë jo qeveritare trajner i certifikuar për barazi gjinore. E sidomos kom trajtu temat të cilat kanë pas për pronësi trashëgimisë, pse mos me marrë edhe vajza hise prej familjes. Domethënë për këto çështje caktuar jam shumë pro. Pse po kundërshton Randën që ta nuk janë, që ta janë ideja e konkurrencës nuk lind me fillimin e lidhjes edhe të raporteve. Ideja e konkurrencës lind me vazhdimin e raporteve edhe me vazhdimin e jetesës. Shpesher ne si shoqëri jena mësuar që me pa një mashkull
femra do të më qunë kam, me prit, me... Tashti ka ardhë një kohë ma e ndryshme, ku femra tash edhe ajo pret ullun, edhe ajo pret prej bashortit, edhe prej partnerit, diçka, një farë forme, njërë reciproke. Është shumë e lashme dhe shumë e modishme që se ki barën e shpis, që ta marri një pjesë të madhe të kohës, barën e fmive, barën e karierës, ku ti do mu zhvillu si individ, edhe ku ti që se nuk e ki qatë për kraje. Na e dina shumë mirë që jetojnë në Kosovë dhe djemë ta një mësu me atë ide që nashta nanat mjau kry krejt punë të shpis, nanat mjau jek edhe qerapat kur vinë në shpe, edhe mandej që në bështetje nuk e gjanë të partnerja, edhe fillon ajo konkurenca mes shiftit, ku edhe kemi divorce me numër shumë të mdhaja, ku vetë se dina që numri divorceve në Kosovë është ndashta me shifre më të lartë deri më tani. Unë e vatëmirësisht nuk i kam këtu, edhe sot jam për momentin jetoj vesh me prindëmi, unë edhe fshi, edhe ka njerë gatuj, edhe ka njerë ndimoj prindit tem, kështë që nuk e shoh shumë si barierë nëse nesër ndimoj edhe grus tem, ose të faktin e kena një bashkëlidhje më të mirë. Kështë që edhe nuk e shoh atë aspektin që dona me pas konkurrente, po të fuqia e zërit, sidomos sot, me dhomi midis burrave dhe grave, unë mendoj që kjo nuk është çështje shumë gjinore, sepse rëndësia e fuqisë zërit ka ma shumë ndikimin që të eljen pas në një brez, në një shoqëri apo në një individ caktuar. Po kur flasim të ndikimin faktikisht Arpënar, ne si shoqëri, kujt ja lejojmë ndikimin më shumë në këtë kontekst, sepse nuk po flasim në aspektin bukfale të fjalës së fuqia e zërit. Kisha dashme të përgjigj shumë për fuqinë e zërit. Është e vërtetë që na veç mundu me përmend fuqinë e zërit femrës në për studio televizive dhe në për tavolina, në për kafeni. Veç munal me analizu prej zgjedhjev tani, sa femra i ki kandidate për kryetar komune. Munal me analizu sa femra i ki fuqi të cilat e tregojnë atë realitetin, ose e kanë atë barën e peshës për me tregu një realitet në Kosovë. Na mundu me thonë që femrat kanë të drejta dhe krejt, po pse femrat po hezitoj me marë barën e peshës edhe me folë për drejtat e tyre, për jetën e tyre dhe për zhvillimin e tyre, kjo mbetet pak që është një lloj cenzur në ndërvedije që është duke ju bë femrave, sepse ne i shohim e kemi vesh një kryetare mos gabosha për kandidate. Jo, ka kandidate, ka. Një kryetare nuk po foli për asamblejista, po foli për kryetare është Deçan Prishtinë Vushtrev. I kemi, po, kryetare komunës, po. E kemi Natyra Kuqin Natyra Kuqin e kemi, e kemi Zvairi Izmakon, e kemi Besa Shahinin. Sa jënë me numër, jënë pak, krasi me vendet, krasi me burat, krasi me studje televizive të cilat janë të bushura me meshkuj, ku prezenca e femra është numri jashtëzakonisht i vogël, ku zëni tyre dëgjohet shumë pak, jo pse nuk kanë ato vlera, jo pse ato nuk kanë shkollim ose aftësi adekuate, por për shkak që është një lloj cenzure ndërvedi e tyre të cilat nuk i lejon të shprehet ose të tregojnë komplet aftësitë e tyre. A mendon që ndoshta gradët me qenë pak më të bashkuar njëna me tjetrën, me përkron njëna tjetrën që me arrit, do të thonë deri të një çështje të caktuar. Unë mendoj që kur është puna për mu bo një çështje mediatike, mos titej rastet më të rënda kur vrahet dikush një grua ose dhunimet e të tjerat. Gjithmonë kur është çështja mediatike bëhen tona bashkë për me dalë. Ndoshta deri dje e kanë shonë njëna tjetrën ose nuk kanë pasur që me pa mirë njëna tjetrën, një mundu me apo grupën. Po kur është çështja mediatike po bëhemi bashkë. A ndoshta nuk është ajo bashkëlidhja mirë edhe mes grave, pra do të mundisën mendoj se mas pari të gratë. Ndërlidhse janë edhe mes burrave, ku edhe te meshkujt ka pak më shumë xhelozi njëna me tjetrën se te pjesa maskullore. Ekzistojnë që bën. Gratë mendoj që forcën emocionale e kanë më zhvillume, durimin e kanë më zhvillume, edhe forca e femrës nuk matet veç me fizik, matet edhe me inteligjencë dhe me mënyrën se si ti vepron dhe se si ti e sheh jetën. Është e vërtetë që femrën duhet me përkrah në mënyrë më të mirë të mëshme, po mendoj që nuk ekziston një edukim adekuat për femra të cilat do me thonë nuk e përkrahin tjetrën, po e shohin si konkurrent, por edhe të gjinia mashkullore ekziston ajo konkurenca mashkull me mashkull, ky po fol, unë po du me kanë maj mirë, edhe të femrat ekziston kjo, po paragjykimi të femrave është pak maj madh. Edhe Arpënar mendon që këtë paragjykimin ose këtë konkurencën kushtimisht po e quajmë, që kanë ashtu siç e the gratë mes vete,
E kemi edhe ne burrat apo më theksuar është te gratë? Gjithmonë ekziston kjo, po ne mendoj personalisht te gratë është pak më shumë e zhvilluar. Se e tha që gratë ja bëjnë grupë njëra tjetrës. Se deri dje për shembull, nëse janë kanë kolegët punës, e kanë xhelozuar njëra tjetrën duke filluar prej ndoshta prej performancës që kanë punë, jo prej veshjes ose prej jetës, prej luksit. Momenti që aso edhe mundohen që gjithçysh me arrit mbi to. Nëse asoj na ndodh një fatkeqësi, për shembull dhunohet në mënyrë psikologjike, fizike nga burri, që ato që deri dje kanë shoh, besoj ne dalin shesh kishi për program, se është ajo vëmendja për mjau jap kishë na jena prograve. Gjithmonë. Unë shoh te burrat thua që nuk e kanë të sinqert? Nuk e kanë sinqert, e kanë dhe për pjesën e mediave, besoj që ku ka pas raste në Kosovë që kanë tepër raste sensitive, edhe si djalë, si mashkull jam dal protesta dhe i kon përkrah. Burra do të thonë daljen. Sot kur ndodh e kundërta, për shembull, kemi edhe rast avokatja veç mund me ditë edhe më mirë sone, kur gruaja ushtron dhunë ndaj burrit, nuk del ka kush protestë me thonë që e dhunun. A dhe se ndodh kjo, se është një rast, 100 gra jënë dhunume, është nashta veç një burr i dhunum. Po dhe për thotë të me ngritë, me thonë njën i marin do kauza, ka njerët që mu okej, shumë mirë që po dalë me kretë, po më duken qatë shumë veç për vëmendje për publikun, ti ki raste veç të gjithmonë kur ka raste veç burri ndaj grus. Gjema ti mu sot një rast... Mendon që kemi arritën në pikën që edhe burra duhet të dalin të protestojnë në kundër dhunës... Po që me dalë malon se që shkojnë situata, do të me dalë ose do të më kallëzu pak ma shumë ju në atë aspektin burë që e marrin për në aspektin e kesh. Po në fillim, lidhjen do të shapi prej sheqerit me diti cilat janë limitet e partnerit tënë edhe me bo një bashk lidhje se në qosë se janë njësë me gjithë vegza ose jo cikrimet vogla kërkosht dhe isës si shkoni martu. Unë kom pas edhe rast që ka qenë burri dhunum, si do më së ndhun familje, edhe nuk është mit edhe kjo pjesë tash tabu, po tash edhe ju meshkoj sa ingritni nivelin e bisedimit edhe nivelin për mi qitën pak të rastet, kjo varet tash pak edhe prej juve, se shumica e meshkoj që se një grua është e dhunume, ku vetë fundit një farfor me famnat kanë fillu me folje dhe diskutojnë publikisht. Një mashkull, kur është i dhunum, bindo që aj me avokatin ka problem me diskutu atë pjesë. Jo, po, se janë stereotipet, mentaliteti, stereotipi, që krejt këtu edhe meshkujt hezitojnë me kallëzu një farforme që është i ligë o një procedur. Po, ka dhe raste që në kanë mediatike të ftyrave ndryshme publike që nështë ta kanë kërku ndim të këto shoqatat e grave që janë për një dhunës që e kanë përjetu, nuk ju ka e vëmendja dur. Momentit që ju ka bu rasti ma mediatik, ju në që ato shoqatat e grave për përfitimet e veta personale, kishin apë për krave. Që kjo mu nuk kom pëlqen. Që ti do me përkrave dikant bane prej shpirtit sinqerisht që ti po të vjen kesh për personin që armet trokit e dira. E i momentin që bëhet mediatike të dalim edhe natë përfitojnë anë aspektin tonë personal. Pikrisht ajo, po në mendoj që rastet e vërteta dhunës nuk e marrin për kraje fare. Mendoj që e marrin për kraje disa rastet të cilat janë edhe dhunës, po janë edhe se jo gjithherë tash nuk përbëj veç atë pjesën që gjithher meshkuj kanë fajë një proces dhunës. Jo gjithher një rast fillon procesi veç prej një mashkulli. Mundet me kanë edhe ajo iniciatore, po përfundon me dhunë. Po esenca krejt kësaj është që rastet për i med, vërteta, nuk dalë edhe nuk bra rasin për drejtat e tyne. Raste ku dhunot nana, dhunot fëmija, dhunot krejt familja, dhunot prindrit, këty pa dalime gjinore, që kjo është esenca që rastet e vërteta që ndrojnë në heshtje. Edhe nuk dalin pa. Edhe nuk dalin. E dalin disa rastet të cilat nashta vetë janë iniciator, edhe vetë sa për kauza, edhe për plikime dhe për kretë këtu. E ka reja nusja vjerën që janë dalë me protestu të shishe. Mendon që për të gjitha rastet do të protestohet? Do të me ngritë zonin, unë e menoj. Përmendë protestën për dhunën ndaj grave, protest për dhunën që gratë ushtrojnë ndaj burrave, protest për dhunën mes vjerës dhe nusës. Nëse lypin të drejtat barabarta... A mendon që është forma e dur vetëm protesta? Jo që vetë sa do është ta me ndërlidhë. Në që se lypin të drejtat e barabarta, unë mendoj që do të mingrit do çështje që janë ma bazike. Si për shembull aspektin e arsimit, aspektin e fatit jetës, që mos me vendos dikush për fatin tënë, që ti ke mu martu me këta, se ke me jetu që tjetë. Ose tjetra,
për të pjesa e pronësisë. S'ka gale a është djalë apo është vajzë. Ka njerë bestojmë që vajza mund me bo shumë ma shumë për prindin, se sa djali edhe në fund këtë pasonia me djalit e vajza mos me marë kur gjë heq. Me thonë, unë jem shumë ma shumë me luftu që të stereotipe, që të me ngritë që të kauza, se sa do kauza kur vjen puna deri të me e keqe edhe tani ndodhi valla. Se edhe dhuna në familje, unë shumë a mërmendja që ti kur të lidhësh me një person, momentin që është agresiv në fillim të lidhjes, edhe shë që po stillet kesh me ty, ose po qaty për qaty ja fillon edhe me ty ushtru do dhunë psikologjike, mos prit që ka me ndryshu mas martesë saj. Ti vetë vetit jetu dosh atjet, për që është të caktume edhe tani masane valla erdë deri të roja. Momentin që ti e pranon fillim që po stillet kesh me ty, po të bën dhunë, edhe fizike dhe psikologjike dhe prapo vendos më martu me ta, normalisht që nesër pritet që dhe ka me kjo për shkak të edukimit të vazhdueshëm që kanë pas gratë dhe femra, ti dush me hesht, ti dush me dëgju, ti nuk dush me fol. Shpeshere kemi dëgju edhe frazën kush të rejt dën. Jo, kush të rejt është dhunus, nuk dën. Një person që dën, nuk është dhunus ndaj teje. Një person i cili, do me thonë, do të veç dhuna fizike, kemi edhe dhunë psikologjike, e cila është ma madhe, që shpesher, do me thonë, unë e kam edhe raste ku femrat vim vazhdimisht te për të friksume, të i pyt ku je, qa je të ba, të në konë, do më thonë, një farë loj dhune psikologjike, gjithditore, e vazhdushme, që as nuk mundën munda, edhe shpesher që besa jenë edhe me fmi, edhe as nuk mundën me qëndru. Kur e pysin, për shambull, qatë femër, në stacion policor, qka është të ba, nuk e marrin seriozisht dhune psikologjike, pse se të ne nuk folë, kërkush, do më thonë, për shëndetin mendor. Faktikisht, ajo që ta dhe Argnori ka dhe rase kur gratë i bëjnë dhunë psikologjike njëra tjetrës, por sa... E cila është edhe më e rëndë. Po, faktikisht ajo është edhe më e rëndë. Po, a ka, Argnor, me ndonë që edhe një burrat i bëjnë dhunë psikologjike njëri tjetrit? Po ka raste që i bojna dhunë psikologjike njëni tjetrit, edhe qoftë në ambientin e punës, qoftë në ambientin e shoqërisë. Po, a shfaqim, ndoshta gratë janë ato që shfaqin më shumë ato që përjetojnë se sa burrat. Në qëtë aspekt e ngritin zonin pak ma shumë se na. Po mu që tha avokatja mu më dhimen që ato gra, që nështë e në konë gjithmonë të shtypta në familjet vetë, ta shheshtin, për shkak që e din që në qëse do të munda për i burit nuk kanë kunë më shku. Që shtë ati kush të rejtë të tërë. Shumë i madhë. Ato më dhimen shumë sinqerisht. Ato tjerat, të cilat e din për i fillimet me kanë janë të jetu, me kanë janë të kryu lidhje, edhe prape pranojnë se tojnë së gallin që ose më rrisë se mu ma jap kartelin edhe dalë shetit i botet, me rëndësine kom jetën tem lëks, një në letë të mbën lëmë që ato nuk i përkra. Aty në me shnet jaboshin, se ato e kam pranu vetë që atë jetë, edhe të ke fundi se tojnë hajtë së gallin që po më rrisë me rëndësine fotot për Instagram me jetën tem për kam lëks. Që ato nuk i përkraja spak. Dashnia dhe respekti do të me qeni vazhdushëm, nuk ka kartel bankare që e lanat pjesë. Vallaj, besëm që ka raste që pranojnë dhune vesh për me pas një kartel bankare. Se mendoj që dhuna e vazhdushme, qofta e fizike, qofta e psikologjike, me kalimin e kohës, fillon u shëndru edhe një lloj smundje të personi, edhe kalon një fazë e cila është e patolerueshme, edhe shkon do pikat të cilat nuk mundesh me rikuperu veten edhe familjen. Mandej, ku po jesi fëmija, qëfar lloj ambienti po rritë fëmija, mentalitete, qka thoi tjerë, që shumë do mas 10 vjetë, mas 20 vjetë. Te lasha qëndrën edhe pse i ka për shembull 10 vjetë martes, 15 vjetë martes, qysh mundohen e tash, po qysh me rritë edhe një fëmijë në ambient toksik. Edhe kjo do të mushtru si pyetje, se për shëndetin mendor një fëmije, një ambient toksik, unë Kosovë smerët kërkosh. Aja që ma pak do me thonë, edhe prind të cilët janë shkaktarë të vetë. Shpesher kum pa dhe raste për i praktikës që fëmijët rriten me një ambient që është toksik, që është keq, sa që fëmijët detyrohen prej vogët shumë herët me mendu shka me ba me jetën e tyre, me dalë prej që ati rrethit toksik. Nuk është e letë një fëmijë mu rrit me një ambient ku nuk janë kushtet e mira, ku nuk është komunikimi mirëfillt mes prindve, ku nuk është komunikimi mirëfillt mes gjyshit edhe gjyshës. Krejt këto do me thonë dikoj në jetën e ti ma bashme. Ku shfaqet agresiv, kemi meshku që shfaqen agresiv pe këtyre problemeve familjare, kemi femra të cilat shpesher martohen edhe kanë një jetë dërlikume si fëmijë edhe shfaqen ma agresive, shfaqen ma të vendosura për mendimet e tyre, vendimet cilat mi marë, edhe shpesher ato paragjikohen edhe logaritën i farforme si delja zezën shoqëri, pse se i ka ato mendimet, ato idete veta me dalë për ati rrethit toksik. E për këto tema nuk folë kërkosh.
Urojmë që prapë zërit të mos ndalet, prapë të gjithë ata të cilët synojnë të arrijnë në një të drejtë të tyre, ta ngrisin zanin. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në këtë debat. Na kaloj koha shumë shpejt edhe Knasi gjithmonë, kryesori është me ngritë zanin veç për të vërtetën dhe për drejtën. S'ka galja a mashkulla apo femër, po më rëndësi fond me post me qitë në pa një të vërtetë apo një të drejtë shoqërinë tonë. Adresoni problemet e ju janë vendin e dur edhe në kohën e dur. Çdo vanis për femra, qoftë edhe për meshkuj, edhe çdo vanis e një problem ka me pas vetëm pasoja. Faleminderit shumë. Ishëm duke diskutuar faktikisht në lidhje me raportin e grave dhe burrave, qoftë mes vete, qoftë edhe